Në Kosovë të premten pritet të mbahet vazhdimi i seancës parlamentit për të zgjedhur udhëheqjen e tij, por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërçim politik për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike. Analistët thonë se të dyja palët, edhe partia fituese e zgjedhjeve edhe partitë opozitare, ndodhen para sfidave të mëdha për krijimin e institucioneve dhe besojnë në ndërhyrjen e diplomacisë perëndimore apo presidentes Kosovës, vetëm nëse partitë politike nuk arrin të zgjidhin organet e parlamentit dhe rrezikojnë të çojnë vendin në fakt në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu. Parlamenti i Kosovës pritet të mblidhet të premten më 12 shtator për të zgjedhur udhëheqjen e tij, që është kusht për ngritjen e institucioneve në bazë të zgjedhjeve parlamentare të mbajtura 3 muaj më parë. Por ende është e paqartë nëse kjo mbledhje do të gjejë ndonjë zgjidhje për ngërçim politik për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike. Partia Demokratike shpalli sot se kandidati i saj do të jetë deputeti Arsim Bajrami, ndërsa Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën thonë se do të ngulin këmbë që Isa Mustafa të jetë kryetari i parlamentit. Ata llogaritin edhe në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje me të cilën të mërkurën presin të nënshkruajnë një marrëveshje për bashkëqeverisje. Për analistët të dyja palët ndodhen para sfidave të mëdha për krijimin e institucioneve. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në seancën e së premtës nuk pritet ndonjë ndryshim nga ajo e 17 korrikut, pasi që sipas tij që nga ajo kohë nuk ka pasur lëvizje të partive politike. Seancën e 12 shtatorit do të kemi pothuajse një reprizim të ngjarjes ose të skenarit se çfarë ka ndodhur me 17 korrik, dhe kjo normalisht nuk jep shpresë për zgjidhje adapte ose për zgjidhje optimale. Kjo situatë ndoshta mund ta komplikojë edhe më tutje më pas, sepse mund të kemi eventualisht një tendencë PDK-s për ta referuar edhe një herë në gjykatë kushtetuese, dhe nuk jam i sigurt nëse gjykata kushtetuese do ta trajtojë edhe një herë, sepse kjo çështje është e gjykuar dhe më pas do ta sjell përsëri topin tek politika. Zoti Selmana i thotë se pas këtij skenari duhet të pasojë veprimi i presidentës së vendit që sipas tij është shndruar një spektatore të këtij procesi. Dhe krejt nga ajo mbaret, nëse ajo do ta pranoj gjendjen ose legitimitetin i cili do del nga seanca 12 shtatorit, nëse ajo më pas do të merr veprime kushtetuese mbi përcaktimin e mandatarit për themelimin e qeverisë. Dhe nëse kjo nuk e bën këtë, atëherë futemi në një situatë beson absolutisht paqartë dhe vështirë të paramendueshme se si do dalim nga kjo amulli ose nga kjo situatë absolutisht e paqartë politike që kanë kriju vetë subjektet politike në Kosovë. Analisti i Institutit për Hartimin e Politikave Kipret, Albert Krasniqi, thotë se tash është krijuar një situatë e re nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe dallon nga seanca e kaluar. Në këtë rast është e nevojshme që të kemi një bashkëpunim mes këtyre dy forcave në mënyrë që të zgjedhet kryetari i kuvendit, për shkak se asnjëra e vetme nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Ose duhet që njëra prej palëve të heqë dorë dhe të mundsoj zhbllokimin e këtij ngërçi institucional që tashmë është bërë, dhe t'i hapet rrugë mandatarit për qeverinë, në mënyrë që të kemi institucione të reja, të bëjnë ndryshimet e nevojshme dhe tek pastaj të mendohen për kalkulimet politike. Zoti Krasniqi thotë se nuk do të duhet të ndërhyjë faktori ndërkombëtar për të zgjidhur ngërçim politik në vend. Dhe nuk është e shëndetshme për demokracinë që sa të ketë bllokadat e tilla të jenë forcat jashtë atyre të cilat kanë shkaktuar për ta zgjedhur problemin. Kështu që nuk besoj që do të ketë dhe nuk është e nevojshme që të ketë një ndërhyrje ndërkombëtare. Kemi pas në vitin 2010 kur kishte një vakum institucional tek rasti i presidentit, ka pas ndërhyrje ndërkombëtare, por pasojat e saj ne mund t'i kemi edhe tani për shkak se ne edhe tani po kërkojmë që të jenë ndërkombëtarët ata që do të na zgjidhin problemet dhe nuk kemi mësuar që vetë të bëjmë zgjedhje të tilla. Ndërsa zoti Selmana i thotë se në të kaluarën qasja faktori ndërkombëtar ka qenë kryesore për zgjidhjen e këtyre ngërçjeve politike dhe sipas tij është koha kur duhet të vinë sugjerimet e faktorit ndërkombëtar. Por them papjekuria jonë, pamaturia jonë politike duket sikur po na detyron që ne të kërkojmë ndihmë nga miqtë tanë, nga faktori ndërkombëtar, sepse vetëm ata po janë me sugjerimet e tyre, po janë të fuqishëm për ndikuar te ky leadership politik i joni. Nëse ata vendosen që të mos ndërhyjnë, unë ndruaj që mund të kemi edhe më tutje prolongim
të konsolidimit të institucioneve dhe me këtë kush pëson më shumë ti, pëson qytetari i Kosovës. Zhvillimet e deri tashme politike kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lënë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkaq derisa diplomatët perëndimor thonë se nuk do të ndërhyjnë në këtë çështje, presidentja e Kosovës Ati Vetija Jaga nuk e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë, por siç është thënë vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.